Jemi ne, u gardë jemi ne. Me teka, do të ish politik me teka, po jo. Le ti dalim u i zi vendit, po që për teka. Tani nuk mund të shkosh me teka. Teka njëllë se jam unë, ja s'kushi. Na e more jetën, faqen e zeze paç, ti dhe tjerë, po ja s'kushi. Dhe në këtë rast, servilët që kanë PS, duan më shumë PS-n se sa një çështje kombëtare. Se duhet flasë. Nuk shkoj politikë të jashtme, duke mos njohur atë. Ore, ky është një faktor. Është një popullsi që po voton më vete nga ty. Nuk do t'ja di fare për ndikimin tënd. Ka zgjedhur atë kryeministër, atë qeveri, je detyruar ta njohësh. Dhe i detyruar të gjithë faktorin politik kosovar ta respektosh njësoj. Çka kujton, i ke punë qafë, thonë, i shef to dele këtu, do të bësh dele edhe atje, por nuk i bën dotër. E sa to para të kesh. Maksimumi do ndikosh në një kancelar të një vendi të vogël si puna Austrisë. Që ato benefiti që i vinë që këtej nuk mund t'i krijojë kur në atë vend atje. Nuk mund ta bësh politikën e madhe për shumë kohë nga një vend i vogël. Ne si jemi as Katari. Se Katari justifikon atë pasurinë që ka, po ti s'mund ta bësh. S'të lejon etika, s'të lejon mundësia e krijimit të pasurimit Shqipëri të shkosh më tej, edhe sikur të kesh takatin real. Mendoj që ka gabuar në këtë pjesë politikës. Ka gabuar, raport me këtë ka gabuar. Por që ka një frymë që thotë, këta duhet të zgjidhin problemet bashkë, pastaj të vinë, që do vinë on blok. Ka një frymë. Po iku sot Malizi, e njërë Moldavia dhe pastaj do tjerët, jare bi 2020. E por ndryshuam ne. Nuk ndryshon gjendja e një populli, Zoti nuk e përmirëson gjendjen e një populli që nuk do të ndryshojë dhe ai vetë. Kështu është. Ne duhet të ndryshojmë vetë, duhet të emancipojmë veten tonë, qëndrimin politik. Ne kemi dy forca politike që kanë qenë pushtet, janë fajtore, kanë instaluar të shërnaj, për nuk është fare diskursi politik i vendosur në terrenin e të bërit të vendit. Diskursi politik është i tërë i vendosur në terrenin e zhbërjes së vendit. Pra, të gjithë faktorët që i ke atje, i ke të cilët njëri luan për të qenë në vend të parë në opozitë, dhe tjetri thotë ta shtyj se ta shtyj derisa i vi spaku ke dera. Pra, unë mendoj që edhe të shkosh në Europë, po shkojmë pak para kohë, bile më ngacmuese është teza të shkojmë në Europë, po mos kemi drejt në vetos. Jo, më qytetar diskriminuar nuk do shkojmë. Shkojmë si gjithë tjerë. Plotësoni kushtet. Po pse nuk plotësohen kushtet? Se vetëm kapitullt 23-24 plotësosh, gjyqësorin, drejtë themelore dhe drejtësinë që vjen pjesa tjetër 24, i bie që të afektohet i gjithë ambienti politik dhe ekonomik shqiptar. Të detyrohesh pasaj të krijosh tregun e lirë nga koncesionet, monopolet e butadion. Nuk mund të vazhdoj kjo punë kështu, vetëm me deklarata politike. Dhe Europa thotë, hajde plotësoj kushtet. Se ti je i zoti vendit këtu, e ke nështruar këtë vend, e ke tjetërsuar, e ke tallur si ke dashur, po atje deri në Europë se ka mund, thotë Gjermani, thotë holandezi. Hajde futur në Europë desh. Uroj ty e ndjekur dhe parat që kanë çuar në Dubai e në Katar, bini bom mua ti ke parat e këtyre, se kur vjen e keqja di nga gjithë krahët pastaj, nuk e mbyll dot më. Edhe për kraja që ka nga Amerika me kusht, edhe ajo të mbaroj, e të vazhdojnë, të regojnë madhështinë, se ishë madhështor dhe e dje. Unë mendoj që ne duhet t'i vëmë kishin kokës t'a kuptojmë. Që radhë parë të shkuarit në Europë do të bësh të tuat parametrat europianë.
A i kemi ne këto, a kemi ne të dëshirë? Qa ndryshon në Europë? Që komunikimin rrugë njerëzve, komunikimin media, komunikimin administratë, ligjet që sigurojnë administratën, për që japë një dignitet qytetarit. Ne themi ne, filani ose filane, ke qef kërë shef si Europian. Se nuk u bëgemi ne? Unë kam fotografinë të parve të mi, me ato kostume do pjopet edhe me ato kapelet që kishin bredhur Europën që në atë kohë. Dhe ishin krenarë. E pse ishin në Shqipëri të vogël, pa ma sa kishin dalë nga një perandorie madhe, e ndjeni atë hijen e rëndë i shteti serioz. Si nuk u bëgemi ne? Kështu që nuk bëhe Shqipëria, po nuk u shbë mafia kullave edhe pastimi parave. Kështu që këtu do kemi ndim nga miqtan Amerikan, ke pjesa tjetër korupcionit janë përqendruar më shumë miqtan Europian, që do fusin dhe? Do fusin një trafikant familjen e tyre. Si u bët këtë kushtier? Do të marrë në shtëpi unë ty, në kohë që ti e killer, trafikant, hajdut e tjerë. Që do fusin? Do fus belan në shtëpi? Ta thjeshtësojmë atë. Parametrat e mdhajve. Që do i ofrojmë Europës ne? Ata duan siguri. Dhe këta thonë, unë në pushtet e kam siguri. A i tjetër thot, edhe unë opozit kam dorë siguria, se do bëj kaq veta në protestet, tërgoj qatë. Të ka dhënë një mesazh. Pra, si njëri dhe tjetëri, me gjynaje të pa fundë, se ky është realiteti, që këta i denoncon vetë realiteti, nuk i denoncoj unë. Edhe ai që nuk ka thot, dhe ai e u di. Me këtë ambient frike që kanë mbjellë, tregon që ky popull është në hapat e parë të zgjimit të tij për të kërkuar dignitet. Unë mendoj që thira më e madhe është të japim mesazh njerëzve. Çfarë keni frikë? Me frikën duhet përballesh. Sa më afër i afrohesh frikës, më shumë zvoglohet. Këta janë si qend e poshtër të plerave, politikanët tanë. Po njëke, këta të kafshojnë, të janë trima. Ne duhet përballen me këtë. Këtë kam bërë dhe unë. Ç'është do marrë këtë 200 milionerë, do marrë gjithë pronësinë OSHE-s, ky me këta, kështu kam thënë, kështu kam thënë. Po ç'e jemi ne? Vdekur jemi ne? Që e merr ka ky? E nuk kam pyetur hiç, dhe jam bërë keq. Edhe ministrat e Ramës, që unë bëra 2 kallëzime. Kjo është më interesante për të thënë. Dhe kështu mendoj ti, Bardhi, që ne duhet i bëjmë thirrje njerëzve për dinjitet. S'kam kërku të pse kam qenë larg, e kam poshtë edhe tundimin për të konkuruar diku në politikë. Për arsye se do thonin, ora ky pas ka hyrë për fituar kredo politike. Sa jurist ke pasur nëpër panele pak para zgjedhjeve për të investuar ke veta për të bërë dëgjuar. Edhe kam folur për shembull pro Berishës, po marr si shembull. Momentin që Berisha nuk i ka marrë aty tani dalin kundra. Janë ata më tepër se unë. Po këtu nuk hyet, unë nuk mund dal para njerëzve, do mund të flas për llogaritë që do kem unë nesër për karrierën time. Jo më. Tu nuk bëhet fjalë më për karrierën. Tu bëhet fjalë që mua më dhimbse që ne kemi mundësinë, po një popull që ikën, është popull që nuk përballet. Ti po vret vllajën tënd për çështje prone. Po e vret ku ta di unë, edhe për i thashë them, komshiun, për një parkim tjetrin. Si ka mundësi nuk përballesh ti me padrejtsinë aty ku je? Aty ku jem. Kush i bëri gjithta trima, gjithta arroganta? A janë arroganta me kryetar bashkie, me deputet, me ministra kryeministër? Si ku i gjenta? Tani kush popull është? A jemi ne popull i lirë, kur si e lirë nga Afrika, nuk je i lirë. A jemi ne dijitoz, a jemi ne europian? Që unë këtë shoh, por do hyj unë në Europë se bën Rama pazar me Vučićin, po dhe nga 12 metra të jenë të dy bashkë, jo më nga 2 që janë. Po nga 12 të jenë, nuk jemi ne rraqe që na merr Rama na çon në Europë na sjell Rama. Më të mirë se ne nuk kemi më të mirë, po më të mirë se ne nuk ka.
A vazhdohet me këtë idiotizëm? A mund bëhet moto kjo? Unë nuk e di ç'a niveli është kjo. Sofizëm pa lidhje, pa lezet. Shoqëruar dhe me tallavan vetëm përpara. Ne kemi nxjerrë kompozitorë si Çerzadeja, po marrim Limozizdarin që kemi tani. Ne s'pas kemi ne një se edhe ritmi është pjesë e popullit, edhe filozofia e studion. Ne si përkasim fare aty ritmi. S'ka të bëjë me muzikën shqiptare. Më mirë ve një vallë ritmike të tropojës të kënaqë shpirtin kur ngjon. Me atë ritëm si lëtyrë atje tani, pa lidhje. Si ku po tallesh, domethënë. Edhe realisht tallë. Në këtë realitet shofti. Avokat, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë falenderoj ju. Jeni shumë të vlefshëm këto momente që televizionet do ju dali, do e shihni më vonë, se çfarë ka ndodhur me median e madh. Nuk po flasim para kohë dhe besoj që do të ndryshojë qendra rëndesë. Do të marrin shumë vlerë këto dritaret e vogla, po të pavarura të fjalës lirë. Faleminderit ju. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.